Qytetarët e Maqedonisë Veriut nesër votojnë në 32 komunat dhe qytetin e Shkupit. Sot heshte zgjedhore votuan të Sëmurët dhe të Burgosurit. Tre persona nga Shkupi janë akuzuar për vjedhje të kablove të energjisë elektrike me vlerë rreth 420.000 euro. Qeveria e Shqipërisë shpall të dielën ditë zije kombëtare, organizohet ceremoni shtetërore në nderim të ish kryeministrit Fatos Nano. Protesta masive në Novi Sad të Serbisë, mira njerëz mlidhen në një vjetorin e tragjedisë në stacionin Hekulludhar. Përshëndetje të nderuar shikues. Ka përfunduar fushata zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale 2025 dhe në mesnatë ka nisur periudha e heshtes zgjedhore para votimit që do zhvillohet të dielën më 2 nëntor. Në këtë raund do të votohet për kryetar komunash në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Të drejtë vote kanë 1.013.375 qytetar, ndërkaq sot votojnë të Burgosurit dhe të Sëmurët. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në vend do të mbahet nesër, ndërsa sot, si zakonisht, të parët votojnë të Sëmurët dhe të pafuqishmit, të Burgosurit dhe personat që ndodhen në shtëpitë të mëshuarve. Sipas informacioneve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, sot votojnë 4.826 persona të Sëmurë dhe të pafuqishëm, kërkesat e të cilëve janë miratuar nga komisionet komunale zgjedhore. Votojnë gjithashtu të Burgosurit dhe personat në arrest shtëpiake nga komunat ku zgjidhen kryetar komunash. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale 2025 të dielën do të votohet për kryetar komunash në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit, si dhe në 3 vendvotime në Shutë Orizar për këshilltar. Të drejtë vote kanë 1.013.375 qytetar. Fushata zgjedhore për raundin e dytë përfundoi mbrëmë në mesnatë dhe do të zgjasë deri nesër në orën 19 kur mbyllen vendvotimet. Zgjedhjet i ndjekin 1.598 vëzhgues, vendas dhe të huaj. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale u zgjodhen këshilltar në 79 komuna dhe në qytetin e Shkupit, si dhe kryetar komunash në 44 komuna, shumica e të cilëve tashmë kanë marrë detyrat e tyre të reja. Në komunat Gostivarë, Vrapçisht, Mavrov dhe Rostushe dhe në qendër Zhup, zgjedhjet për kryetar komunash dështuan pasi nuk u arrit censusi. Për këto 4 komuna do të ketë zgjedhje të reja, të cilat do të shpallen dhe organizohen pasi të publikohen rezultatet përfundimtare të raundit të dytë. Zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut të mbahen çdo 4 vjet. Këto janë të tetat me radhë që nga pavarësia e shtetit në vitin 1991. Në raundin e dytë zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën më 2 nëntor, nga gjithsej 33 komuna ku do zhvillohet votimi, vetëm 3 gra janë kandidate për postin e kryetares së komunës. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale 2025, vetëm një grua u zgjodh kryetare komune. Nga gjithsej 44 kryetar komunësh të zgjedhur në raundin e parë, kjo përfaqëson vetëm 2.2% përfaqësimin gjinor. Në këto zgjedhje morën pjesë gjithsej 309 kandidatë për kryetar komunash, prej cilëve vetëm 32 ishin gra, që përbën 10.35% numrit përgjithshëm të kandidatëve. Në 16 komuna dhe në qytetin e Shkupit garoi vetëm nga një kandidate, ndërsa në shumë komuna nuk pati asnjë grua në fletët e votimit. Në raundin e dytë të zgjedhjeve të drejtë vote kanë 1.013.375 qytetarë, ndërsa votimi do zhvillohet në 33 komuna ku asnjë kandidat nuk siguroi shumicën e votave në raundin e parë. Për të ndjekur raundin e dytë të zgjedhjeve lokale janë akredituar gjithsej 1.598 vëzhgues, prej të cilëve 933 vendas, 651 ndërkombëtar dhe 14 gazetar të huaj. Numrin më të madh të vëzhguesve vendase ka shoqata Wake Up Shkup me 685 persona. Në monitorim marrin pjesë edhe organizata të tjera vendase si Civil, Democracy Lab Tetov, INSOC Inkluziva, Instituti Ohër, Eurothink dhe Kap Struga. Ndërvëzhguesit ndërkombëtar më të shumtët janë të Odihrit me 500 pjesëmarrës.
Pasojnë ambasada e SBA me 30, Këshilli i Evropës me 24, Parlamenti Evropian me 18 dhe ambasada britanike me 11 vëshkues. Në proces do të marrin pjesë edhe përfaqësues nga Franca, Holanda, Hungaria, Kroacia, Turqia, Zvicra, Shqipëria, Kosova, Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Qëllimi i tyre është të ndjekin procesin zgjedhor dhe transparencën e votimit. Për rrethin e dytë të zgjedhjeve janë akredituar edhe 14 gazetarë të huaj, të cilët do të raportojnë nga tereni. Zyra Avokatit të Popullit informoi se qytetarët mund paraqesin çdo shkelje të drejtave të tyre të votimit. Zyra Avokatit të Popullit do të jetë e hapur gjatë gjithë ditës diel. Gjithashtu zyrat rajonale të Avokatit të Popullit në Manastir, Kërshov, Kumanov, Shtip, Strumis dhe Tetov do të jenë të hapura për qytetarët me qëllim që të ndihmojnë ata në realizimin dhe mbrojtjen e drejtave të tyre të votimit. Avokati i Popullit do të mbrojë drejtat e qytetarëve duke ndërmarrë masa urgjente për veprim efektiv nga autoritetet kompetente në procesin zgjedhor dhe institucionet e tjera që janë të detyruara të sigurojnë mbrojtje për drejtat e tyre të garantuara, thonë nga zyra Avokatit të Popullit. Me këtë rast, Avokati i Popullit thekson se drejta e votës është e garantuar me kushtetutësi e barabartë universale dhe drejt për drejt dhe realizohet në zgjedhje të lira me votim të fshehtë dhe se askush nuk mund të mbahet përgjegjës për realizimin e kësaj të drejte, prandaj nuk është rastësi që shkelja e lirisë së zgjedhjes votuesve si dhe shkeljet e tjera të së drejtës së votës janë vepra dënueshme. Avokati i Popullit gjithashtu bën thirrje të gjitha palëve të interesuara në procesin zgjedhor të respektojnë protokollet shëndetësore të përcaktuara për mënyrën e votimit. Tre persona nga Shkupi janë akuzuar për vjedhje të kablove të energjisë elektrike me vlerë rreth 440.000 euro. Gjatë veprimeve të tyre ata shkaktuan edhe zjarr në një nënstacion duke dëmtuar instalimet publike. Njëri prej tyre u lëndua nga një kabël gjatë tentativës për transport dhe u dërguar në spital. Pas këtij veprimi, të tre u kapën dhe u arrestuan. Prokuria kërkon vazhdimin e paraburgimit për shkak të rrezikut të arrathisjes dhe përsëritjes së veprës. Prokuroria e Shkupit ka ngritur akuzë kundër 3 personave për vjedhje të rënë nga objekte të instalimeve publike që janë me rëndësi të veçantë për sigurinë e njerëzve dhe të pasurisë, për vjedhje të vazhdueshme të kablove në vlerë prej 440.000 eurosh, si dhe për shkaktim të një zjarri të rrezikshëm gjatë kryerjes së veprës. Prokuroria sqaroi se të akuzuarit, së bashku me personat e tjerë ende të pa identifikuar gjatë periudhës nga marsi deri në fillim të majit të këtij viti nga rrethi i fabrikës Hekurana në Shkup, konkretisht nga objekti i Polukont, IGM dhe nga tunelet nëntëksore në për të cilat kalojnë kablot e energjisë elektrike, kanë marrë disa kilometra kablot të tensionit të lartë dhe të mesëm, pronë e kompanive Elektranat të Republikës së Maqedonisë së Veriut, njësia Energjia Shkup dhe Max Steel Shkup, me një dëm total prej rreth 440.000 eurosh. Në disa raste, përmes hapjeve me shkallë që çonin në tunelet nëntoksore, të akuzuarit hynin nga objekti i Polukonti IGM dhe pasi kontrollonin me pajisje që kablot nuk ishin në tension, i prisnin me sharë elektrike dhe i grumbullonin pranë hyrjes së tuneleve. Për shkak të veprimeve të tyre, më 9 prill ndodhi një zjarr në një nënstacion, me që rast u shkaktua dëm shtesë në instalimet publike, për riparimin e të cilave u deshte mbi 100.000 euro, si dhe u ndërprej prodhime dhe shpërndarje e energjisë elektrike për konsumatorët, me humbje prej rreth 60.000 eurosh. Më 6 maj, të tre të akuzuarit shkuan përsëri në objekt me vetur për të përgatitur kablot për transport. Por, gjatë punës, njëri prej tyre u lëndua nga një kabël dhe të tre shkuan me njëherë në qendrën urgjente Nën Tereza, ku atij i u dha ndihmë mjekësore. Pas kësaj, ata u kthyen në objekt për të marrë mjetet që kishin lënë dhe tentuan të largoheshin, por u kapën dhe u arrestuan me njëherë pas daljes nga rrethi i fabrikës. Prokurori publik i ka dorëzuar gjykatës kërkesë për vazhdimin e masës së paraburgimit për 3 të akuzuarit, pasi ende ekziston rreziku i arrathisjes, mundësia e ndikimit mbi dëshmitarët dhe rreziku për përsëritje të veprës. Nga sot deri më 15 nëntor do të zgjasë periudha aplikimit për bursat studentore për vitin akademik 2025-26. Ministria e Arsimit dhe Shkencës informoi se studentët mund të aplikojnë sipas konkursit për 4 kategori bursash. Për herë parë këtë vit, Ministria ka shpallur edhe konkurs për ndarjen e 15 bursave për student rregull të regjistruar në vitin e parë të programit studimor për gjuhën maqedonase për vitin akademik 2025-26, për cilat aplikimi gjithashtu është nga 1 deri më 15 nëntor të këtij viti.
Këto bursa jepen në bazë të dispozitave të ligjit për përdorimin e gjuhës maqedonase dhe kanë për qëllim të nxisin nxënësit e vitit të 4 të arsimit të mesëm që të regjistrohen në programe studimore për gjuhën maqedonase. Në konkursin e publikuar janë përcaktuara kushtet dhe dokumentet e nevojshme për këtë bursë, e cila do të jetë me një shumë mujore prej 6.050 denar që do të paguhet për 9 muaj gjatë vitit akademik. Në pikat kufitare me Greqinë dhe Bullgarinë, nuk ka më radhë të gjata pasi ka nisur zbatimi i sistemit të ri elektronik Entry-Exit i Bashkimit Evropian për regjistrim në të hyrjeve dhe daljeve. Nuk bëhet më vullosja pasaportës, udhëtarëve u merren gjurmët e gishtërive dhe u fotografohet fytyra gjatë hyrjes së parë në Bashkimin Evropian. Sistemi përjashton fëmijët nën 12 vjeç dhe udhëtarët drejt Islandës, Liechtensteinit, Norvegjisë dhe Zvicrës. Para të gjata, pritje dhe ngarkesë në pikat kufitare me Greqinë dhe Bullgarinë, pasi që nga kjo fundjavë ka nisur funksionimi i sistemit të ri për regjistrimin elektronik për hyrje dhe dalje në 29 vendet anëtare të zonës Schengen. Tashmë nuk bëhet më vullosja në pasaport, por gjatë hyrjes së parë në BE, udhëtarëve u merren gjurmët e gishtërinjeve dhe bëhet fotografimi i tyre. Çdo hyrje e qytetarëve të mashinisë së veriut në Bullgari ose Greqi regjistrohet digjitalisht. Nga MBB thonë se nga sistemi janë përjashtuar vetëm qytetarët që udhtojnë në Islandë, Liechtenstein, Norvegji dhe Zvicër, ndërsa personave nën 12 vjeç nuk u merren gjurmët e gishtërinjeve. Çdo vend antar do ta përdorë sistemin të paktën në një pikë kufitare dhe gradualisht do të rritet numri i pikave deri në arritjen e funksionimit të plotë në të gjitha pikat kufitare. Ky sistem do të regjistrojë të dhëna personale, duke përfshirë imazhin e fytyrës dhe gjurmët e gishtërive, të dhëna nga dokumenti i udhëtimit, si dhe informacion mbi hyrje, dalje dhe eventualisht refuzim hyrjeje për qytetarët e vendeve të treta që kalojnë kufirin e jashtëm të zonës Schengen. Nga dhomet e këtij së rajonit veriperëndimor, thonë se pas fillimit të përdorimit të sistemit nuk ka mungesje dhe pritje të gjata në kufi për transportuesit, edhe pse nga atje theksojnë se ata vazhdimisht ankohen dhe kërkojnë një mënyrë më funksionale dhe më të shpejtë për kalim. Nisma të gjithë për Palestinën organizoi një marsh protestues në Shkup në mbështetje të popullit palestinez. Protestuesit kërkuan që Maqedonia e Veriut ta njohë gjenocidin dhe të veprojë sipas ligjit ndërkombëtar. Ata kërkuan qasje urgjente të ndihmës humanitare në Gaza dhe rindërtim në drejtimin e popullit palestinez. Në marsh u theksua se paqja pa drejtësi nuk ekziston dhe u dënuan pengesat ndaj ndihmës. Rrugët e Shkupit u mbushën sot përplot me qytetarë që morën pjesë në marshin paqësor të organizuar nga Iniciativa të Gjithë për Palestinën. Me pankarta, flamuj dhe thirrje për drejtësi, pjesëmarrësit kërkuan ndaljen e gjenocidit që po zhvillohet në Gaza dhe mbështetje për popullin palestinez. Aktivistët theksuan se protesta synon të kujtojë se nuk ka paqe pa liri dhe se drejtësia për Palestinën është një parakusht për një botë të drejtë. Të kërkojmë falje nga populli palestinez në shenjë mbështetjeje dhe për gjithçka që nuk është thënë. Brohorimat e qytetarëve për një Palestinë të lirë nuk u ndalën pothuajse në asnjë çast. Sot jemi këtu dhe do të jemi këtu çdo të shtunë tjetër nga tani e tutje, për të thënë qartë dhe me zë të lartë, jo në emrin ton. Gjatë marshit u lexua edhe një dëshmi nga një grua e re nga Gaza për të kujtuar se pas statistikave qëndrojnë jetë e familje reale. Protestuesit kërkuan nga qeveria të dënojë gjenocidin, të votojë në OKB në mbështetje të Palestinës, të njohë sërish Palestinën, të ndërpres marrëdhëniet me Izraelin, të ndihmojë Gaza dhe të arrestojë autorët e krimeve të luftës. Marshi u mbyll me thirrjen për drejtësi, përgjegjësi dhe solidaritet, sepse pa drejtësi nuk ka paqe. Është mëtej e djele 2 nëntorit u shpall nga qeveria e Shqipërisë ditëzi e kombëtare në nderim të ish-kryeministrit Fatos Nano. Homazhet për ndarjen nga jeta të ish-kryeministrit, në fakt ish-kryetarit të Partisë Socialiste
Fatos Nano do zhvillohen në hallin e Pallatit Kongreseve nga ora 8:30 deri në orën 11. Ndërkohë, ceremonia funerale shtetërore e lamtuminës do të jetë në orën 12:05. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike do të ulet flamuri kombëtar në gjysmështisë dhe në mesditë do të ndërpritet çdo veprimtari dhe do të mbahet 1 minutë heshtje. Fatos Nano ishte një prej figurave kryesore të politikës shqiptare, ishte kryetari i parë i Partisë Socialiste dhe politikani që reformoi këtë forcë politike, duke shkëputur nga trashëgimia e Partisë së Punës. Nano ka shërbyer 4 herë si kryeministër. Në vitin 93 ajo arrestua për korrupsion dhe qëndroi 4 vite në burg, dënim që u perceptua gjithësisht si dënim politik. Fatos Nano humbi zgjedhjet vitit 2005 dhe u largua nga drejtimi i Partisë Socialiste, duke mbetur një prej figurave më të rëndësishme të së majtës dhe skenës politike shqiptare. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.